Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin ton në Rrëfime Jete për të ndarë letrën e radhës. Një letër që në fakt është një letër që mban një histori goxha të dhimbshme, një histori të rënditse dhe një histori që të thyen shpirtin. Këtë letër ma ka shkruar një burr adresuar gruas së tij, e cila e ka lënë të vetëm, ka ikur me dikë tjetër, këtë e ka lënë bashkë me fëmijët. Me thënë, zotëria është një hall shumë të madh. Gruaja ime, nuk e di nëse kjo letër do të bëj të ndalesh për një moment, të mendosh për atë që ke bërë dhe të kujtosh familjen që dikur e quaje familjen tënde. Por unë po ta shkruaj me sytë e mbushur me lot këtë letër. Jo sepse dua të të urej, por sepse ende nuk arrit ta kuptoj se si mund të ik nga shtëpia jon edhe të na lije pas si kur të mos kishim ekzistuar që të dy kurrë. Ti ike me një burr tjetër, e the atë ditë si kur po mbyllje një derë të zakonshme. Por për mua, nuk u mbyll vetëm një derë, por në të vërtet, u shëmb një familje. Më le mua me fëmijët tanë, edhe që nga i moment shtëpia jonë nuk është më e njëjta shtëpi. Në fillim fëmijët të prisnin, çdo zhurmë te dera i bënte që të kthenin kokën. Çdo telefonat i bënte të mendonin se mos ishe ti. Kur binte zilja, ata vraponin drejt derës me atë shpresën e vogël që vetëm një fëmijë realisht mund ta ketë. Babi, mos është kjo që vjen mami? Çfarë t'ju them unë? Si t'ua shpjegoj se nëna e tyre kishte zgjedhur një njeri tjetër? Si t'ua thosha që gruaja që dikur e përqafonte burrin çdo natë dhe fëmijët tani ishte larg tyre? Nuk munda. Ula para tyre dhe u thash, mos u shqetësoni. Mami ju do me zemër. Por ndërsa u thash këtë, zemra ime më besoni që thyhej e tëra. Sepse nuk e dija nëse ishte ende e vërtet. Mbrëmjeve kur fëmijët flenin, unë rija në kuzhinë. Shikoj karigen ku ulesh e ti. Shikoj gotën që dikur e lihen mbi tavolinë. Shikoj fotografit tona dhe pyes veten se ku gabova unë? A nuk të dhash dashuri? A nuk u përpoqja ta mbaja familjen tonë të bashkuar? A nuk punova çdo ditë për të pasur një shtëpi ku fëmijët tanë të mos t'ju mungonte asnjë gjë? Ndoshta nuk kam qenë burr perfekt, ndoshta kam bërë gabime. Ndoshta ndonjëherë kam ardhur i lodhur dhe nuk të kam thënë fjalët që ti doje të dëgjoje. Por një gjë ta premtoj. Kur nuk e braktisa familjen time. Dhe sot kur shoh fëmijët tanë, kuptoj se sa e madhe është boshllëku që ti e ke lënë në këtë shtëpi. Njëri prej tyre një natë më pyeti, babi, pse mami nuk fle më këtu? Unë beta pa fjalë. Pastaj më pyeti, a do të kthehet mami? Dhe unë ula kokën, nuk doja të më shihte duke qarë. Sepse unë duhet të jem baba i fortë, duhet të jem ai që në thelb i mbron fëmijët. Dhe t'ju jap siguri. Por askush nuk më pyet mua, kush mua në të vërtet më mbron? Kush më pyet mua nëse unë jam mirë, kush më thot mua se do të kaloj? Unë jam bërë njëkohësisht baba dhe nën për ta. Në mëngjes i zgjoj, i përgatis mëngjesin, i çoj aty ku duhet, punoj, kthehem në shtëpi, gatuaj, laj rrobat, kontrolloj detyrat, i dëgjoj kur qajnë dhe natën u them, flini se babi është këtu. Por kur ata mbyllin syt, unë betëm vetëm me dhimbjen time. Dhe shpesh e pyes veten. A të mungojmë?
A të mungon shtëpia, të mungojnë fëmijët? A të kujtohet dita kur u betuam se do të qëndronim bashkë në të mirë dhe në të keqe? A të kujtohet kur mbajtëm fëmijën ton të parë në krah? A të kujtohet sa shumë qeshnim dikur? Si mundën të zhdukeshin kaq shumë shpejt të gjitha ato kujtime? Unë nuk po e shkruaj këtë letër dhe ta bëj publike për të të mallkuar në asnjë mënyrë, as për të të poshtëruar. Po ta shkruaj sepse kam nevojë të të them atë që nuk munda ta them kur ike. Ti nuk ike vetëm nga unë, ti ike nga fëmijët tanë. Dhe kjo është pjesa që mua më dhëm më së shumti në këtë histori. Unë mund ta përballoj dhimbjen time pa problem. Mund të qaj në heshtje, mund të fle natën dhe të ri pa gjumë. Por nuk mund t'ua heq fëmijëve pyetjen: pse mami na la? Ata nuk e meritojnë këtë gjë. Ata nuk kanë bërë asnjë gjë në këtë thelb. Ata nuk duhet të paguajnë për zgjedhjet e të rriturve. Dhe pse zemra ime është e plagosur, unë nuk dua t'u ambush mendjen me urrejtje ndaj teje. Kur flasin për ty unë hesht. Kur të kërkojnë unë nuk të shaj. Kur pyesin se ku je, përpiqem të përgjigjem me qetësi. Sepse ti je nëna e tyre dhe pavarësisht gjithçkaje që më ke bërë mua, unë nuk dua t'ua shkatërroj edhe atyre kujtimin e nënës së tyre. Por dua të dish një diçka. Një ditë ata do të rriten. Një ditë do të kuptojnë gjithçka. Do të kuptojnë kush qëndroi pranë tyre kur nuk kishin frikë. Kush u ngrit natën kur ishin të sëmurë, kush ua përgatiti ushqimin. Kush u fshiu lotët. Kush i përqafoi kur pyetën për ty. Edhe unë nuk dua t'u them kur unë bëra gjithçka për t'ju zëvendësuar nënën, jo. Unë dua t'u them, babi bëri gjithçka që ju të mos ndjeheshit të vetëm. Gruaja ime ndoshta ti mendon se unë nuk mund të urrej ty, por e vërteta është më e komplikuar. Unë jam i zemëruar, jam i zhgënjyer, jam i plagosur, por mbi të gjitha jam tejet i trishtuar, sepse dikur ti ishe personi të cilit i tregoja gjithçka. Dhe sot je personi për të cilin nuk di më asnjë gjë. Nuk e di nëse je mirë, nuk e di nëse je e lumtur, nuk e di nëse ndonjëherë të shkon mendja te fëmijët tanë. Por unë e di një gjë. Ata ende të duan. Edhe pse nuk e kuptoj pse ike, edhe pse ndonjëherë qajnë, edhe pse më pyesin për ty, ata janë fëmijët tanë. Edhe zemra e tyre nuk di të urrej. Prandaj nëse ndonjëherë të vjen keq, nëse ndonjëherë kupton se çfarë ke humbur, mos mendo për mua, mendo për ta, mos mendo nëse unë do ta fal, mendo nëse fëmijët kanë nevojë për nënën e tyre.